Las kam përgjigje, po që vish pe lo shpejt po këdal. Qatë letën që kemi janë që kemi dhonin? Dohen me policisë po mblojnë me një. Po, që ka përgjigje? Vish përgjigje nga më regullë. Këta nuk kanë ta kemë si mas këtyne po flasë ju. Tash, s'kom ta kemë edhe vendosën, kom një dokument. Dohen s'po mblojnë me një, po, që ka përgjigje? Këta punën një letë që kemi lonë një ti zyrtarë të në regullë. A pan me një me dhona jo? Nëse... Letën e kanë. Dohen s'muna me një, për shkak politik. Ha? Për çka? S'kam ta kemë, kam një përësi, një letë me ndërdu. Po jo me hinë mrena, i këni pru policin derë. Po më s'pukon policia, unë isha një. Apeliran policin, të jo më për një, pro. Do më unë, me polici, për e pengon një futin në zyra, po. Që orë nëse, për kundër policisë një hera o tjera, sot i respektojmë. Në vendet demokratike, pushteti friksohet nga opozita. Ne kemi pas një praktik ku opozita o friksu nga pushteti. Po, që shëpat edhe sot, kjo nisë, kjo rrugtim i Partisë Social-Demokrate për opozit, jo për pazare, i epi efektet e para. Do më thonë, na blokun hymin me polici. Kur kam qenë unë aktivist në vetëvendosje, dhe të tjeret, policia na ka nxerrë zvarr nga zyret për shkak të aktiviteteve dhe të kauzave. Sot policia po përdoret me i pengu aktivitetet opozitare. Në demokraci, ç'është më të rëndësishëm se debati nuk ka. Nëse demokracia reduktohet në vot edhe në procedurë, ai bëhet tirani. Kërkesa e partisë pushtet për më shumë vota në këto zgjedhje është përfaq edhe njëherë qartazi dëshiren për më shumë pushtet, më pak demokraci, më pak debat. Po ajo ku me Partinë Social-Demokrate, nëse qytetarët e saj do ta votojnë dhe do ta mbështetin, përfundon. Siç e pat sot, skenat e tilla keni me pa gjithnjë më shumë edhe në këtë fushat, edhe në kuvendin e Kosovës. Vetëvendosja i tutet veç Partisë Social-Demokrate. Qysh e pat, edhe zyrtarët brenda kush pas rastin u drellshin. Thu ti që ka ardhur në kush, vetëm PSD-ja ka ardhur, Dardani ka ardhur me media, me një zarfisha. Para menohu më kohën PSD-ja në kuvend. Para menohu që shdokën ta. Se këta e mësu me opozitarë që s'kan as kredibilitet moral, as guxim politik, as vedije, as aktivizëm. Erdha sot me i sfidu i bindu në i vëdeshëm që s'jan gati. Kosova ka nevojë për debat. Edhe erdha sot me eftu vetëvendosjen në debat, para zgjedhjeve, për ide, për diskutime, jo për pazare, qysh diskutojnë me Lumirin e me Bedrevën e me të tjerët. Ajo që është rëndësishme është që edhe media ta bën këtë punë. Nuk ka debat tjetër në këtë çështje. Vetëvendosja po bën debat sot me partitë opozitare sepse i ka damkosur ato. Vetëvendosja ka kry betejën me këto parti që kanë qenë dhe ide opozitare. Beteja vërtet politike ideore është mes Partisë Social-Demokrate dhe vetëvendosjes. Kjo është sfida. E ftoj vetëvendosjen. Nuk qesim kritere. Cilin do kandidat tyne, pej 1 deri 190. Me cilin do pej neve, sa herë dojnë, ku dojnë, cilin do debat, në cilin do emision. Nëse s'kan gatishmëri për debat, nëse na friksohen e i marrin policin, nëse dridhen pej zarfa, le të bohen gati me u dridh hala ma shumë pej debatev, sfidav, aksionev, protestav. Jo pse i dojmë ne, jo pse jam përse këtyne, po sepse Kosova duhet me met vend demokratik. Prandaj besoj që media do ta bojnë punën e vet, t'i ftojnë, këta e di që do të lasin për numra, e jep një përgjigje në emën temin, kur kemi qenë bashkë s'kem pas numra. Kur kemi hinë kuvend 2010-ën, nuk kem pas parti parlamentare, po parti tjera na kanë pranuar në debat. Nuk ja ka nis debatet me parti tjera veç mas jemi hinë kuvend. Rregulla formale që duhet ftohen partitë parlamentare nuk ekzistojnë në demokraci, sepse kështu mbytet demokracia, kështu i bjen që futun kuvend e mas na i thrasim debat. E kundërta është, shkon debat për me shku në kuvend. Nuk ka nevojë mu friksu, beteja jonë me ta është beteja aktivizmit dhe beteja ideve. Amo edhe njëherë po e përsëris.
as policia, as një gjatë tjetër nuk e nalë aktivizmin tonë. Frika aty në sotshme, frika aty në nesër, nuk mbulohet me numra. Ideja, kur edhe I vjen koha, nuk nalet as me dhunë, as me shtypje. Prandaj na jemi të bindur që Kosova e ka rastin unik, ne do ta bëjmë punën maksimale që kuvendit të ardhshëm pas 7 qershorit t'i ofrojmë opozitë që se kam pa. Qysh I shkuam sot zyre të partisë, do t'i shkojmë zyre të komisioneve, të qeverisë, të ministrave, nuk ka me pas më qeverisje të qetë, sepse nuk ka më opozitë formale e të pazareve. Opozita e vërtet dhe për një me është Partia Social-Demokratike. Masia e sendeve nuk e karakterizon fuqinë e saj. Na kemi shkuar te LDK-ja te PDK-ja, po nuk kem këshyr me hinë zyre. Dhe që e keni po, as atje nuk na kanë ndërmjetësu policia. Këtu thirr ndihma, hini polici, vetëshin ma nel, vetëshin ma poshtë për me hi. Fuqia e aksionit ton nuk matet nga masia mjetit, po nga fuqia ides. E ideja është kjo që e sfidon. Më thuni, për krejt të vite që PSD-ja s'ka qenë kuvend, cila o sfida reale që ja kanë bo qoftë kryeministrit, qoftë qeverisë, qoftë partisë. A I kanë sfidu në herë, a I keni pa në herë në ciklet, a I keni pa në herë vetë vendosin më shefën, më shelun. A I keni pa, të regomni, jo, nuk tutën fizikisht për I meje, nuk tutën as për I numra, sigurisht që kanë mbështetje më të madhe, ama tutën ka ideja jo. Prandaj kjo është, jemi në fushat, fushata jonë është e pazakonshme, edhe ashtu jemi të jo konvencionale, edhe për hir të kësaj sot edhe I respektum, për ndryshe, kur jemi deputet kuvendit, nuk mundet me na nalë policia. Në llogaridhënien për qytetarët, për interesat qytetarëve nuk është. Tash jemi në fushat e respektuam këtë minimum të limitit tyne. Aktivitetet nuk nalen. Ky është I pari, kemi pas edhe për PDK-n LDK-n prap, për vetëvendosjen prap. Kështu që na nuk ndalemi varësisht për përgjigjeve. Na kemi synimin ton, agjendën ton dhe asaj rrim besnik. Të tjerat janë varësisht nga dishmëria jonë. Pra, unë e di që Albini e mbi vlerëson veten e na nën vlerëson neve. Amo ideja jonë është më e fortë se Albinit, sepse Albini u rahatu në pushtet. E aq më shumë që rahatu rrethin e përçark vete I ka njerëz të cilët përbesë dhe kanë qenë shumica në këtë pushtetet. Por sfida është te mediat. Cilin don deputet nga 110 me cilin don 600 ton. Pra, nuk është kjo një sfidë formale kinse mu arsyetu mbas numrave. Ata I kanë nëse s'gaboj një numër të konsiderueshëm disa vjetra që s'kan asnjë votë, që s'kan garu kurr. Backgroundi jonë është historik, 20 vjeçar aktivizëm kem pas edhe vota dhe mbështetje. Pra, mas votës mos më shefen, që se kanë guximin, është në rregull. Nuk është politika nuk mund të kon strategji pa ide. Domthon, ashtu I keni partitë opozitare, që menojnë që veç strategji. Erë presidenti, I qojmë zarfat, si qojmë zarfat, takohëm, s'takohëm, me WhatsApp, pa WhatsApp. Ajo nuk ekziston te na. Na e kemi konceptin ton, I cili në këto zgjedhje ka një synim. Opozit për një mend. Në kuadër të qësaj ideje, I përdorim të gjitha instrumentet, kritik për opozitën, kritik për pushtetin, për me mri qëllimin ton. Nuk ka qenë mas pari ideja, janë do votus atje, e kritikojmë këta, pastaj, se nuk bëhet kështu. Nuk krijohet kredibiliteti kështu. Njerëz nuk janë aq naiv që po pretendohet bukur shpesh edhe në studio televizive edhe nga partitë. Na kemi një synim të qartë. Kosovës I mungon një opozit për një mend. Për me kuptu populli Kosovës, na I zgjedhim këto metoda që mesazhi më shku sa më I qartë atje. Po, e kam edhe një sfidë, nëse bën, ka fundi. Shkoni vetë një këto partitë opozitare, a jemi na me vetëvendosjen, a ata tash me vetëvendosjen. Se as po nënshkrujnë, as po kritikojnë, janë gëzut gratit që ju shkon vetëvendosja në debat. Do ka jo vjen debat se ju ka demolu tashmë. Po mirëm I vetë, gazetarini, neve na vetë, na ju përgjigjem gjithë. Tash mirëm I kthy kamerat ka ta, mi thonë, me konin ju. Se edhe Vjosa, edhe Bedrill, edhe Lumiri po thojnë që s'kem vijat kuqe. I vetmi subjekt me vijat kuqe jemi na. Mirë me këshyr ku I pi shërbejnë. Pyetni, se është e rëndësishme kjo punë. Të gjitha partitë? Po LDK dhe PDK kanë negociue, kanë ofrue, po vetë ofrohen
para zgjedhjeve, mas zgjedhjeve, dallimi vetëm është kur po mendojnë që rritën pak, po thonë ja pa na shkruaj letra, s'bën me WhatsApp. E tash që po mendojnë që s'rritën, thanë, a bën edhe me WhatsApp se në rregull, tha, pse jo edhe në zyrat qeverisë. Prandaj këto temat ditore që kanë qenë edhe kritik ndaj neve, kanë qenë pa menduar politikisht. Fushata jonë është fushat politike para se me qenë fushat elektorale. Se na për një me besojmë që vendi s'ka opozitë. Edhe çdo ditë keni me pa, kështu e patë edhe sot që s'ka. A na e ofrojmë çata opozitë që aktualisht nuk e ofron kërkush tjetër. Unë nuk e përjashtoj që në zgjedhjet e ardhshme do të kemi garë shumë më të larmishme e më të fuqishme. Po për këtu zgjedhje s'ka subjekt tjetër që i ka vijat e kuqe, që don me qenë në opozitë, që e din për çka po hin dhe që janë çështjet. Ta tjerët e keni një që don shumë pushtet, edhe do që dojnë shumë pazare. Tash a kanë me mujt pushteti me pazare mu lidh vendos qytetari. Ma zbulove një aktivitet të radhës, kështu që po të kallëzoj që kem aktivitet për këtë punë e nuk po të përgjigj në sot sepse është më i kompletuar përmes aktivitetit. Po do të kem aktivitet për këtë çështje. Ka nevojë Kosova për xhandarmeri? Besoj që çdo gjë që shkon drejt militarizimit të shoqënisë, të shtetit, për neve nuk shkon përputhje me vlerat socialdemokrate. Na besojmë fuqishëm që ma mirë kohën me çu paret në shëndetësie, në arsim, në qerdhe e kudo tjetër se në ushtri. Me paret që i kem çu në ushtri jo veç mashtrim optik. Nuk mundem me garu me fuqit për rreth ushtarak. Jemi larg shumë. Kosova duhet me çu pare në ushtri veç aq sa lyp NATO. Kur gjë ma shumë se tjerat janë të pa dobishme e të dëmshme. Prandaj unë besoj që fokusi duhet me qenë të demokracia, energjia, shëndetësia, arsimi, punëtore dhe taksat. Mos harroni. Se zotri Molliçaj Edhe 70 pikë. Florin Krasniqi që nuk është pjesë e këtyre aksioneve, ai u përkroi. Ana përkrah, Florini kthehet pas nesër në Kosovë, dilën në këto të hanin në mision bashkë edhe në aktivitetet e dashme ka me qenë bashkë me ne.